Të nderuar prind, drejtor, pedagogë, mësuese, mirë se vini në programin festiv të përfundimit të klasës 5. Sot jemi mbledhur së bashku për të festuar një arritje të rëndësishme shkollore të nxënësve tanë. Pas 5 viteve të mbushur me mësime, punë, sfida dhe suksese, është momenti të reflektojmë dhe të gëzojmë për rrugtimin e përbashkët. Ju falenderojmë që jeni këtu për ta ndarë me ne këtë ditë të veçantë. Faleminderit të gjithë prindve që gjithmonë na përkrahën dhe gjithashtu na japin. Përqafim. Edukim, Buraj, lumturi, plëgjimsi, dashuri, zemërgjërsi, ndihmë, besim, mirësi, mëshirë, dritë, falënderim, durim, urtësi, siguri, jetë, krenari, përkushtim, mbështetje, urtë, sakrificë, këshilltar, kujdes, motivim, mësim, përkujdesje, frymëzim, gëzim, mrekulli.
prindërit. Sot, kur përshëndetoj klasën e 5, dua t'i falenderoj me gjithë zemër prindit e mi. Ata kanë qenë gjithmonë pranë meje, më kanë ndihmuar me mësime, më kanë inkurajuar kur kam pasur vështirësi dhe janë gëzuar bashkë me mua për çdo arritje. Pa mbështetjen dhe dashurinë e tyre, nuk do të isha kjo që jam sot. I dua shumë dhe jam shumë mirënjohëse për gjithçka që bëjnë për mua. E shej për prindërin. Prindja janë drita që na ndriçojnë jetën që nga opat e parë. Fjalët e para, mësimet dhe suksese tona. Me durim dhe sakrificë ata punojnë për të ardhmen tonë. Ne do t'ju bëjmë krenar gjithmonë. Ta faleminderit për çdo gjë të jeni pranë jush, duke ju dhuruar shumë dashuri dhe respekt. Në arkën troshit. Baboj është një nga figurat më të rëndësishme në jetën e çdo familje. Ai nuk është vetëm ai që siguron familjen, por edhe ai që edukon, mbështet dhe udhëheq me shembullin e tij. Figura e babait më shëron përgjithësitë, përkushtimet dhe dashurinë e heshtur që shpesh nuk shprehet me fjalë, por ndihet në çdo sakrificë dhe në çdo këshill që jep. Që nga fëmëria, kujtimet e para që lidhen me baboin janë ato duar të tij të forta që më mbanin në kur mësoja të ecja, apo krahët të tij që më ngritnin e lart dhe sikur të ishja më e rëndësishmja në botë. Ai më mëson të jem e fortë, të mos e dorëzohem me lehtë dhe të përballoj sfida me guxim. E shej për babor. Bab, të kam të rëndësishëm, për ty gjithmonë do të jam fëmijë. Ti ke në shpirt atë të breshtë, unë i doshur si një fëmijë. Bab, të dua sigurit me pastërti dhe respekt. So herë që flas të hopet zemra, ti më tregon udhën e drejtë. Bab, e pa që jetën e gjatë nga dora kur mos më lëshë. Të kam bekim me jep urop, gjithmonë i gatshëm për mua do të jesh. Mësuesja ime ka qenë me ne që nga klasa e parë. Tani që po përfundim klasën e 5, e kuptoj sa më fat që kemi pasur një mësuese kaq të mirë për gjithë këto vite. Ajo na ka mësuar të lexojmë, të shkruajmë, të numërojmë, por edhe të jemi të sjellshëm, të punojmë së bashku dhe të mos dorëzohemi kur diçka na duket e vështirë. Me durimin dhe përkushtimin e saj, na ka rritur jo vetëm si nxënës, por edhe si njerëz. E falenderoj nga zemra për të gjitha mësimet, për buzëqeshjet, për fjalët e mira dhe për dashurinë që na ka dhënë çdo ditë. Këto 5 vite nuk do t'i harrojmë kurrë, sepse kemi pasur një mësuese të jashtëzakonshme. Edhe pse tani po shkojmë në klasën e 6 dhe rrugët tona ndohen, mësuesa jon do të mbetet gjithmonë në zemrat tona. Të flasësh me nënën është diçka mjaft e vërtetë, por njërkohësisht është mjaft e bukur, po pasi po flasim për njeriu më të dashur, më të çmuar për ne. Janë të pakta fjalët për të përshkruar nënën time, por që brenda tyre mbojnë dashurinë e madhe që kam paktën për të. Mund të flasim përfundimisht e të shprehemi me fjalë të ndryshme, por asgjë nuk përmbush me thënie e sakrificën dashurinë që ajo bën për ne. E si për prindërit janë njerëzit më të dashur në jetën time. Ata më duan dhe më përkrojnë gjithmonë, kujdesin për mua. Mami dhe babi punojnë që unë të kenë në jetë të mirë. Kur jam i mërzitur, ata më përkrojnë, më lëdhatojnë që unë të jam krenar. Kur kam ndonjë sukses, ata gëzojnë më shumësojnë. Me mësojnë të jam fëmijë mirë, i sjellshëm dhe të punoj shumë në shkollë. Unë i dua shumë prindërit dhe jam mirënjohës për gjithë që kam bërë për mua. Unë do të jam krenar për çdo gjë, ju dua pafund. Vajzat e klasës tonë kanë përgatitur një vallëzim modern.
Shenjat e shpirtit të plakën zdin, thonjat në flek, bardhës në kësis, pamja angjëllore mbulën vetmin në ngjyra të ëmbla shënjetërie. Për në fëmijët jeni Zoti vetë, engjëj shënjetuar që na mbroni, dhe kur të mbërnis ju për jetë, bashkë me ne do të jetoni. Pritërit e mi, zemra ime, më jep një forcë deri dhe hije, kur bie poshtë më ngrin një latë, me fjalë të ëmbla zemërtarët. Në ndihmonin në çdo mëngjes më mësoni të jemi shumë të besnik për herë, në çdo hap më jeni pranë, si dielli në qiell që kur në ndon. Faleminderit që më lëni shumë, ju çdo ditë është e fesë e ju fare punë. Në fundet e vitit ju dua pa. Në fundet e vitit ju posafon në zemrën e shpirtit dua pa fund. Mbështetje, faleminderit prindet e mi që më keni mbështetur dhe që më keni jepur një jetë të mirë dhe sidomos ti nëna ime e dashur dhe që ke qenë pranë me aq shumë dhe unë ty të falenderoj dhe ti baba që unë kam dashur aq shumë edhe ty dhe ti mua. Faleminderit nëna ime që më ke mbështetur me javë, ditë dhe vjet. Sa herë që më ke përqafuar, kam ndihë ngrohtësitë e ti. Nën, faleminderit për gjithçka që ke bërë për mua në gjithë këto vite. Na ishte,
Shikim të këndshëm. Nxënës të dashur, sot kemi filluar. Kemi përgjigjë të gjërat mirë. Atëherë pasaj do t'i konkurruar. Çfarë do të shohim kushtet do të na zgjidhë këtë detyrim? Ti s'e ke
vjen gjatë këtyre 5 viteve. Filloj me si për mësuesi. Esej për mësuesën. Mësuesi është në nënën e dytë për ne. Ajo na pranon me dashuri çdo ditë, edhe kur jemi të ludhur, të shqetësuar apo të mërzitur. Nuk është e lehtë të qëndrosh para një klase me fëmijë të ndryshëm dhe të udhëheqësh të gjithë me drejtësi dhe për kushtim. Faleminderit mësuese për gjithçka që më ke dhënë me shpirt e me zemër. E dashur mësuese, me këtë letër dua të shpreh njohjen time të thellë për të gjithë përkushtime, durimet dhe dashurinë që keni treguar gjatë gjithë kësaj kohe. Ju nuk jeni vetëm një mësuese për mua, por edhe një udhërëpyese, një mbështetje dhe një shembull frymëzime. Çdo mësimi juaj ka qenë më shumë se thjesht një detyrë shkollore. Ka qenë një leksion për jetën. Keni ditur si të na udhëzoni me zemër, të na motivoni në ditët e vështira dhe të na nxitni të japim më të mirën nga vetja. Ju faleminderit që keni besuar tek ne edhe kur ndoshta ne vetë nuk besonim. Faleminderit për çdo fjalë inkurajuese, për çdo buzëqeshje dhe për çdo përpjekje që keni bërë për ne. Do ta kujtoj gjithmonë me shumë respekt dhe dashuri ndikimin që keni pasur në rrugtimin tim. Me dashuri, Enesa. Esej për mësuesen. E dashur mësuese, me shumë njohje dhe respekt. Dua t'ju falenderoj nga zemra për gjithë përkushtimin, durimin dhe dashurinë që keni treguar gjatë këtyre 5 viteve që më keni mësuar. Nga hapat e parë në abetare deri të njohuritë më të thella të klasës së 5. Ju keni qenë gjithmonë një udhëheqëse e palodhur dhe një shembull frymëzimi për mua. E dashur mësuese, në këtë ditë të veçantë, kur mbyllim një kapitull të rëndësishëm të jetës sonë, ndjej nevojën të ndalemi për një çast dhe t'ju themi nga zemra faleminderit. Faleminderit për durimin që keni treguar kur ndoshta nuk e meritonin, për fjalët e ngruta kur kishim nevojë për mbështetje, për mënyrën si keni besuar tek ne edhe atëherë kur ne vetë nuk e dinim se çfarë mund të arrinim. Ju na keni folur zemrën tuaj në çdo mastime, në çdo këshill, në çdo buzëqeshje që na japnit kur e ndjenit se kishim nevojë. Na mësuve si të jemi të ndershëm, si të mos dorëzohemi kur jeta bëhet e vështirë dhe si të besojmë në veten tonë edhe kur të tjerët nuk e bëjnë. Dhe ne, ndoshta ju gjithmonë kemi ditur ta shprehim, por ju e keni gjithmonë mirënjohjen dhe dashurinë tonë më të sinqertë. Ndonë se secili prej nesh nis një udhëtim të ri, ju do të jeni gjithmonë aty me ne, në çdo sukses që do të arrijmë, sepse pa ju, pa punën dhe dashurinë tuaj, nuk do të ishin këtu ku jemi sot. Faleminderit për gjithçka mësuese. Ju jeni dhe do të mbeteni për herë një pjesë e bukur e jetës sonë. Do të na mungoni shumë, me dashuri të pakon Blik Zashaboni. Mësuesja ime ka qenë me ne që nga klasa e parë. Tani që po përfundojmë klasën e 5, e kuptoj sa me fat që kemi qenë që kemi pasur një mësuese kaq të mirë për gjithë këto vite. Ajo na ka mësuar të lexojmë, të shkruajmë, të numërojmë, për edhe të jemi të sjellshëm, të punojmë së bashku dhe të mos dorëzohemi kur diçka na duket e vështirë. Me durimin dhe përkushtimin e saj, na ka rritur ju vetëm si nxënës, por edhe si njerëz. E falenderoj nga zemra për të gjitha mësimet, për buzëqeshjet, për fjalët e mira dhe për dashurinë që na ka dhënë çdo ditë. Këto 5 vite nuk do t'i harrojmë kurrë, sepse kemi pasur një mësues të jashtëzakonshme. Edhe pse tani po shkojmë në klasën e 6 dhe rrugët tona ndohen, mësuesja jonë do të mbetet gjithmonë në zemrat tona. Vazhdoj me poezi për mësuesën. Mësuesja ime, unë jam Ana Deriqe, nxënëse klasë 5, dhe me shumë linja të përzjera shkruaj këto fjalë për mësuesën time të dashur Fatmire. Ajo nuk ka qenë vetëm një mësuese për mua, por një udhëheqëse, një mbështetje dhe një njeri që më ka frymëzuar çdo ditë. Çdo ditë na priste me buzëqeshje dhe zemër të hapur.
Na mëson të jo vetëm nga libra, por dhe nga zemra. Na mësoj të jemi të sjellshëm, të respektojmë njëri tjetrin dhe të besojmë në veten tonë. Durimi sa i madh dhe dashuria për një bëri që klasa të bëjë si një familje e vogël. Tani që largohem nga klasa 5 dhe do të kaloj në klasën e 6, më pret një kapitull i ri me arsimton të ri. Për mësuesa më të mire do të mbetet gjithmonë në kujtimet e mia si një nga njerëzit më të veçantë që kam takuar. Faleminderit nga zemra për çdo fjalë, çdo mësim, çdo përfaqësim, për qafim të heshtur dhe çdo mbështetje. Lam të mirë mësuese dashur, se një yll do të ndryshon gjithmonë në kujtimet e mia. Faleminderit që më mësuat të fluturoj me krahat e dijes. Mësuese dashur, nga zemra të uroj çdo të mirë, me dashuri më të madhe Ana Deliçe. Unë jam Esma Klariva, nxënëse e klasës së 5 në shkollën Musa Hoti. Gjatë këtij udhëtimi tim të bukur edukativ dhe arsimor 5 vjeçar, kam pasur fatin të kem mësuesen time të dashur, e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm në edukimin dhe formimin tim si individ. Ajo më ka mësuar jo vetëm shkruajtjen dhe numrat e parë, por së bashku me familjen time, gjithashtu më ka udhëhequr në botën e edukatës dhe shoqërisë. Gjatë 5 viteve të kaluara, kemi kaluar shumë kohë të shmuar së bashku. Mësuesja jonë na ka mësuar se si të respektojmë prindrit, ata që na edukojnë dhe na japin dije, si të respektojmë njëri tjetrin dhe më të vjetrit. Kjo urtësi ka ndikuar thellë në mënyrën se si ne i shohim botën përrethnesh dhe si sillemi dhe veprojmë me të tjerët. Mësuesja ime e dashur ka qenë një burim frymëzimi për ne. Ajo na ka mësuar për historinë, gjuhën, letërsinë dhe gjeografinë tonë, duke na ndihmuar të kuptojmë më mirë vendin tonë dhe kulturën tonë. Në çdo orë mësimore, ajo ka sjellë një energji pozitive dhe ka krijuar një ambient ku ne jemi ndjerë të sigurt për të shprehur mendimet tona dhe për të bërë pyetje për shumë gjëra që na interesojnë. Mësuesja ime nuk ka qenë vetëm një mësuese, por edhe një udhëheqëse dhe një mikeshe e madhe. Ajo ka ditë të gjejë mënyra të reja për të na angazhuar dhe për të na bërë të ndjehemi të rëndësishëm. Ajo ka besuar në shkallësinë tonë dhe na ka motivuar që të arrijmë ëndrat tona. Në përfundim, mësuesja ime e dashur ka lënë një gjumë të thellë në jetën time. Ajo është një shembull i shkëlqyer pasionit për mësimdhënie dhe një figurë që do ta mbaj mend përgjithmonë. Për këtë arsye, unë që nga klasa e parë e deri sot, kam pasur ëndrrën të bëhem mësuese dhe të jem një mësuese sikurse mësuesja ime, plot buzëqeshje dhe dashuri për nxënësit. Dhe krejt në fund, mësuese e dashur, të uroj shëndet e dashuri dhe me plot respekt të them faleminderit mësuese për çdo gjë që keni bërë për ne. Me plot dashuri, Esma Klariva. Mësuesja ime quhet Kafire. Ajo është një mësuese shumë e dashur, e turnueshme dhe e mençur. Gjatë tërë vitit të klasës 5, Ana ka mësuar jo vetëm letrat e shkollës, por edhe si të jemi nxënës të mirë me specialë dhe njerëz të dashur. Mësuesja Fatmire gjithmonë ka inkuadruar të japim më të mirën, edhe kur kemi bërë gabime. Ajo na ka dëgjuar me kujdes dhe na ka ndihmuar të rritemi si nxënës dhe si persona. Në klasën tonë ka pasur shumë buzëqeshje, mësime të bukura dhe kujtime që të tipojnë gjithmonë në zemër. Tani që përfundoj klasën e 5, dua ta falenderoj nga zemra mësuesin time për çdo përpjekje, dashuri dhe kujdes që na ka dhënë. Ajo do të mbetet gjithmonë nga njerëzit më të veçantë të jetës sime. Faleminderit mësuese Fatmire, të dua shumë më shumë dashuri sa. E dashur mësuesja Fatmire, ti pa lodhur me durim arritë të na edukosh dhe të na shpjegosh gjithçka. Këto fjalë janë shumë pak në krahasim se çka na ke mësuar. Këto 5 vite sa shpejt ikën. Vërtet ja adoro me ty mësuesja Fatmire, që pa lodhur na shpjegove gjithçka një nga një. Dia është ajo që na mësove dhe na ushqeve. Shpresoj që viti i shkollor të kesh nxënës më të mirë dhe ti mësosh ashtu si neve. Ju uroj pushim të mbarë shokëve, shoqeve të klasës së 5, gjithashtu edhe ty mësuesja Fatmire. Vazhdoj me poezi për mësuesën. Mësuesja ime, ti nuk e mon vetëm një libër në dorë, por është diçka që na ngrit mësimin çdo orë. Nuk na mëson vetëm me laps, por është diçka që na ngrit guximin lart. Faleminderit për sakrificën dhe buzëqeshjen që kur më ka bërë të hile. Unë dua në për e vaj me për mua.
Unë e dua dhe mësësën që të pjoa për t'i dua, nëna me ka dërkuar, mësësa më mësoj, mësëse faleminderit që na mësove me mësime. Mësuesja ime si diellin drejton, çdo ditë mua me buzëqeshje më mëson but me zemër të bardhë, çdo ditë e për herë më bën të zgjuar në zemrën time të mbështes për herë. Mësuese më të mirë s'kam por asnjëherë, me zemër të bardhë dhe me plot vlerë. Mësuese jam të mirë, me mall marit, me zemër jo vetëm me fjalë, së të largohemi për s'të haroj, në çdo hap të jetës me ty do kujtoj. Faleminderit shumë të shëndetëve që për këtë aktin për kashëm. Fëmijët e ju dëshiroj suksesin se kanë qenë me të vërtet shumë të mirë, po kanë na pas pak të sfida, po nga të kalu, e inshallah që mund kanë të suksese. Faleminderit shumë edhe një herë. Tash do të shohim një përmbledhje fotografive gjatë këtyre 5 viteve.
Valli popullore, Valli